Kryeministri Mickoski në fjalimin e tij nga Pelinca me rastin e 2 gushtit tha se Ilindeni nuk është vetëm një datë, por një amanet dhe karakter. Sipas tij, kjo ditë dëshmon se popujt mund të përballen me pushtime, sulme, tradhti dhe nënçmime, por nuk mund të nënshtrohen pasi liria, siç u shpreh ai, fillon në zemrën e një populli dhe jo vetëm në kufijtë e një shteti. Mickoski vlerësoi se sot atë nuk është vendi dhe shteti për të cilin ëndërronin të parët, duke theksuar se betejë e kësaj gjenerate është pikërisht për ta rikthyer atë ideal. Ова битка на оваа генерација е последната надеж за иднината на татковината. И не сме и не можеме да потфрлиме. Битката на оваа генерација е последната линија и сила на отпор против многу неправди, против многу историски одлуки за кои, иако не влијаевме, беа погрешни и влијае над нас. Денес татковината знам дека не е земјата и државата за која сонува илинденците и јасномците, но нашата битка е токму да ја вратиме таквата татковина. Mickoski kritikoi opozitën duke vlerësuar se në vend të ideve ofron pesimizëm dhe ndarje. Ai tha se nuk do të pranoj, siç u shpreh, tradhti në dëm të shtetit dhe popullit dhe bëri thirrje për bashkim. Драги пријатели, ве молам, не паѓајте во замката на талогот кој тие го создаваат. Ве молам, внимавајте и не им верувајте на тој талог на неуспес и цинизам и мразење на се што е успешно. Нашата генерација има обврска да се избори за нешто што е подеднакво важно, да ја сочува душата, да ја врати вербата во институциите, достоинството на честниот човек и повторно да ја направи надежта најсилната движечка сила на нашето општество. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçi nga Krusheva porositi se detyrë e gjeneratave të sotme është të vazhdojnë rrugën e ilindenistëve, ndërsa betejë aktuale sipas tij është për jetë me dinjitet, drejtësi, sundim të ligjit dhe një të ardhme evropiane për Maqedoninë. Затоа ние се бориме за Македонија во која владее правото, а не партискиот интерес. За Македонија во која има чиста вода, достоинствени плати и перспектива за младите. За Македонија, која е дел од европското семејство, слободна, демократска и просперитетна. Илинденците се бореа против тиранијата на своето време. Денес нашата борба е против корупцијата, против изолацијата и против лажниот патриотизам што ја држи државата во место. Filipçi theksoi se idealet për të cilat luftuan ilindenistët mbeten edhe sot udhërrëfyes për zhvillimin e shtetit dhe obligim për gjeneratat aktuale që të ndërtojnë një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët. Sipas tij, respekti i vërtet për Ilindenin nuk është vetëm kujtimi i së kaluarës, por edhe krijimi një shteti ku qytetarët do të kenë siguri, dinjitet dhe perspektivë.